deri më 19 shkurt, Edi Rama është në ditët e makthit të tij më të madh të jetës. Po pse o kreshnik? Tani po ja shpjegoj. Në më 19 shkurt, pra pas 7 ditësh, në Washington mblidhet ai që quhet Bordi i Paqes, i drejtuar nga presidenti Donald Trump. Rama doli dhe bëri bujë të madhe dhe tha, në qoftë se ju mendoni se unë nuk kam lidhje me Washingtonit, mua më erdhi ftesë nga Bordi i Paqes i Gazës, jemi njësh me Washingtonin, Donald Trumpi e përdori dhe i tha shqiptarëve për të blerë kohë, ja dha Spakut mesazhin, ja dha këtyre që unë jam i lidhur ndërkombëtarisht. Problemi kush është? Problemi është se vetë elitat në Washington janë të ndara dhe nuk tregon asnjë domethënie në qoftë se të mbështet në Amerikë një krah apo një krah tjetër. Çfarë ndodh me 19? Me 19 shkurt në Washington mblidhet Bordi i Paqes, të cilin Rama e nxorri me të madhe. Deri tani, ekipi i Edi Ramës e ka mbajtur strikt sekret nëse do të jetë në Bordin e Paqes në Washington apo jo. A do të shkojë në Washington apo jo. Tashmë, unë do t'ju shpjegoj. Në qoftë se Edi Rama shkon, çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe në qoftë se Edi Rama nuk shkon, çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Qëndroni me mua. Unë sapo kam marrë informacione nga burimet e mia deri tani se kush do të jetë në Bordin e Paqes në takimin e Washingtonit, kur më datë 19 shkurt, ditët më të rrezikshme. Rama mund ta ketë marrë haberin, do shkoj apo s'do shkoj, por nuk e ka treguar deri tani. Një pjesë e mediave pranë tij thot Rama shkon në Washington, një pjesë e mediave larg tij thonë Rama nuk do shkoj në Washington. Burimet e mia deri në këtë orë më tregojnë në 19 shkurt deri tani është konfirmuar pjesëmarrja e Donald Trumpit. Benjamin Netanyahu, i cili ka shkuar në Washington, pjesëmarrje tashmë e konfirmuar nga Netanyahu, është Shehbaz Sharifi i Pakistanit, pjesëmarrësi përfaqësuesi i Pakistanit, ka konfirmuar pjesëmarrjen, është Viktor Orbani i Hungarisë, i cili zyrtarisht e ka konfirmuar pjesëmarrjen, dhe është Prabowo Subianto. Prabowo Subianto është presidenti i Indonezisë, i cili edhe ai e ka konfirmuar pjesëmarrjen. Shumë vende të tjera muslimane kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre dhe do të jenë pjesë e bordit. Ndërkohë, nuk kemi asnjë konfirmim deri në këtë moment nga Edi Rama, as nga stafi pranë tij, nëse ai do të jetë më datë 19 në Washington në Bordin e Paqes apo jo. Para pak kohësh, para pak ditëve, ne ishim bashkarisht në transmetim, kur unë ju thash se si Edi Rama u zëvendësua nga Vjosa Osmani në Davos, dhe Edi Rama doli dhe bëri një shpjegim. Tha, më ka dhënë amanet babi i Ivankës, babi Ivanka Trumpës, pra Trumpit, Donald Trumpi, që të rritë të kujdesen për gocën, dhe nuk shkova në Davos. Ai nuk shkoi në Davos sepse nuk kishte ftesë për në Davos dhe nuk e kishte prit njeri atje. Dhe duke e ditë që nuk e pret njeri, u mbulu dhe u justifiku duke thënë që unë nuk jam më në Davos. Por, ai e di shumë mirë që për takimin e datës 19 në Washington do ta ketë merësisht të vështirë të mbulohet. Pse? Sepse nëse shkon ka frikë dhe nëse nuk shkon ka frikë. Ndaj, këto do të jenë 7 ditët e tmerrit për Edi Rama. Do të ketë turbulenca të frikshme, të cilat lidhen me frikrat e tij, me fantazinë e tij, sepse hall me shku e hall mos me shkru. Me shku ka hall
se do marrë përgjigje dhe mundet t'i dalë në i befasi për çështjen me Gonigal, dhe në qoftë se nuk shkon me përgjigje që Washingtoni ja ka fik llampat. Deri tani, tek burimet e mia, nuk ka asnjë konfirmim për pjesëmarrje në Washington pas një jave, përveç emrave që u përmenda më sipër. Edhe një herë Donald Trump, Netanyahu, Shehbaz Sharifi i Pakistanit, Viktor Orbani, Subianto i Indonezisë dhe disa vende të tjera të lindjes së mesme. Deri tani emri i Vjosës nuk më ka dalë. Nuk e di, mund të jetë apo do të jetë apo jo. Pa diskutim, një nga shqiptarët do të jetë, por ku e ka frikën e Rama? Nëse është ka frikë sepse nuk e di ç'mund ta pres atje, dhe nëse është ka frikë. Tashmë nuk ka asnjë lajm zyrtar. Përpara se të shkojmë tek vizita e Ramës atje, rikthehemi pak në Ballkan. Çfarë po ndodh në Ballkan? Video që kam parë sot erotike mes dy zyrtarëve të lartë në Ballkan po doli dhe po u konfirmua, do të jetë e tmerrshme. Do të rondis Ballkanin. Çfarë tregon video? Video nuk tregon thjesht që dy veta po bëjnë seks me njëri tjetrin, dy meshkuj. Zyrtar të lartë nga këta me integrime europiane, integrime të lirisë, demokracisë, prosperiteti, dosjet zhvillimet rajonale kështu me radhë. Nuk ka rëndësi kush janë, sepse po pritet të verifikohet. Tashmë, çfarë më tregon mua? Mos më intereson fare që dy veta po bëjnë uf-buf. As më intereso sepse unë e di se çfarë llumi janë këta. Unë e di se çfarë lloj qelpsirash kemi në kokë. Unë e di se çfarë lloj qelpsirash e drejtojnë Ballkanin. Mua nuk më intereson se dy veta bëjnë orthi minorthi me njëri tjetrin. 52 sa bëjnë. Unë e di se çfarë llumi janë këta. Por mua më lë të kuptohet çfarë po luhet në tërmet në dheun e Ballkanit. Dalja e këtyre videove në Ballkan tregon që kemi një luftë elitash. Unë nuk kam nevojë të shoh video që ta marr vesh se kush janë këta. As këta të Shqipërisë, as ata të Serbisë, as ata të Maqedonisë, Kosovës, Malit Zi, ku dëgjon me fjalë kush janë në Ballkan kryesorët me fjalë çka ka. Mos më intereson fare se çfarë bëjnë me njëri tjetrin ke dhoma hotelit. Mua më intereson çfarë po luhet. Që do të thotë kjo lidhet ngushtësisht me dosjet e Epstein, është pjesë e të njëjtës logjike. Ke dosjet e Gysa-Gasit këtu në Shqipëri ka tmerre që do ju lebetisin fare se çfarë bëjnë këta kokat e mëdha të shtetit shqiptar. Po ato kanë mbrit tashmë. Janë tek dy shërbime e partnerë shqiptarë, që kanë mbrit, janë analizu edhe mbahen aty pending. Po kur dalin ato? Dalja e të tilla videove ka qëllim të destabilizojë dhe të trondis ekuilibrat gjeopolitik. Rusia dhe Serbia kanë momentin e revanshit tashmë në Ballkan. Ju a tregova para 3 netëve, shkoni shihni tek videot, tek sektori i videove këtu poshtë, në kanalin Kreshtir Osmani në YouTube, shihni analizën që kanë bërë para 2 ditësh për televizionin serb, Beograd Arena, që është hapur në Tiranë dhe pritet të hapet në Tiranë, ka marrë lejen që ka bë, e gjithatë. Pra është momenti i revanshit gjeopolitik. Pse po bëjnë revansh tani? Po bëjnë revansh tani sepse mendojnë që perëndimi ka marrë fund. Ka marrë fund, ka rënë moralisht, është rënu me dosjet dhe perëndimi është në luftë civile brenda vetes, siç ju kam shpjeguar brenda në netët e tjera. Pra ka luftë civile brenda elitave. Ndaj rusët thonë ky është momenti tani të të mësym. Është aktivizu fuqimisht Serbia dhe mesazhi që erdhi nga Haga dhe nga prokurorët e Hagës kundër UÇK-s, kundër shqiptarëve, jo kundër Hashim Thaçit, tregon
tregon se bota është në krizë morale dhe tashmë Rusia do të mësy të marrë destabilizoj Ballkanin nëpërmjet lojtarëve të saj që është Serbia këtu. Dhe kjo do të rëndis Shqipërinë, Malinezi, Kosovën, ndoshta Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë etj. Pse? Sepse jemi në momente fatale. Po mirë Kreshnik, si na dolën me njëherë këto video, është pyetje e madhe që bëhet. Nga ndolën këto video tani ku dhe kush i nxjerr me njëherë këto video? Po si pas kanë qenë kaq shumë video brenda dhe si dalin pikërisht tani? Kjo është pyetje e madhe. Kjo vërteton atë që ju kam thënë çdo natë. Maja është në luftë civile, ka nxjerr koburet bazukën kundër njëri tjetrit. Secili ja ka vënë palës tjetër mball. Globalist, bankier, BlackRock, kompani të mëdha, industria naftës, lobet, industria armëve, lobi i paqes, lobi i luftës, lozhat e kështu me radhë. Përpara se ta kuptojmë të gjithë këtë tani, dhe çfarë do të ndodhë me Edi Ramën, e kuptuam se çfarë po ndodh tek nëndheu i Ballkanit. Tashmë do të shkojmë menjëherë të kuptojmë se ku i ka Amerika radarët të fokusuar, sepse Amerika është ajo që drejti e lëviz fijet e planetit. Tashmë Amerika është në përballje të plot me rivalet e saj, Rusia, Kina, Irani, Korea Veriut, për të kuptuar se çfarë mund të ndodhë në Ballkan në ndritën e këtyre zhvillimeve, që unë sapo jo thash, por edhe në dritën e dosjeve të Epsteinit, duhet të shkojmë menjëherë në Washington. Të kuptojmë se çfarë po bën Donald Trumpi dhe ku është fokusuar ai.